Vazhdojmë me votimin e akteve. Kjo ishte pamja e kuvendit në kohën kur u votuan ndryshimet në qeveri sipas propozimeve të kryeministrit Edi Rama. Një pjesë e opozitës e drejtuar nga Sali Berisha kishte bllokuar foltoren si protest për refuzimin e fjalës për procedurë në kohën kur socialistët votuan dekretet e presidentit Begaj. Për shkarkim ministri. Me votat e socialistëve u shkarkuan nga detyra Belinda Balluku, Elisa Spiropali, Albana Koqiu, Toni Gogu, Piero Vëngu dhe Besford Lamallari. Spiropali e Vengu të mbetur pa detyrë, por vetëm me mandatin e deputetit, votuan po ashtu pro shkarkimit të tyre. Mbyllet votimi. Gjatë votimit ranë në sy vota kundër shkarkimit të Spiropalit nga Josefina Topalli, e cila votoi edhe në emër të Berishës, i cili ndodhej në foltore, por demokratja e sqaroi menjëherë veprimin. Në momentin e kaosit në parlament kur opozitës nuk po jepej fjala, kam shtypur gabimisht dy butona në sistem për të marrë fjalën. Bëhet fjalë për një lapsus teknik dhe jo për shprehje të vullnetit tim politik. Sqaroi gjithashtu se në ato moment zoti Berisha ishte në foltore dhe nuk ka votuar. Po me votat e socialistëve u votuan dekretet për emërimin e 6 ministrave të rinj: Ferit Hoxha, Besford Lamallari, Toni Gogu, Enea Karakaçi, Ermal Nufi dhe Erjona Ismaili. Po ashtu u votua me 83 vota pro e 2 kundër, zëvendës kryeministre e re Albana Koqiu, duke marrë vendin e Belinda Ballukut. Para votimit, Belind Kolliçi tregoi ato që sipas tij është shkak i shkarkimit të Spiropalit nga posti i ministres për Europën dhe punët e jashtme, në përplasje me Peleshin. Largimi i ministres jashtme, si pjesë e klubit të anglishfolësve në PS, të ka detyruar të radikalizohesh. Vetë Spiropali, duke mos kundërshtuar këtë fakt, në debat futi edhe Berishën. Flas shqip, flas troç, kam fol gjithmonë si duhet për Shqipërinë dhe me Shqipërinë, dhe e vetmja gjë për cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha në sallën e kuvendit dhe jo ndonjë tjetër. E një përgjigje erdhi nga kryedemokrati që e këshilloi ta shoh problemin te vetja. Se ke nga Sali Berisha, jo, e ke nga vetja jote. Gëzohesh se tani do bëhesh e ti zëvendës kryeministre. Pas votbesimit në kuvend, ministra do të betohen para presidentit dhe më pas i bashkohen Këshillit të Ministrave.